Lavdi. Sot në ambientët e Universitetit të UBT-s u mbajt mbledhje komemorative në nderim të profesor Dr. Faton Kabashit, i cili u ndan nga jeta me 4 nëntor pas një sëmundjeje të rëndë. Në këtë ngjarje morën pjesë familjar, miq, bashkëpunëtorë si dhe studentë të shumtë, të cilët kujtuan me respekt dhe mall kontributin e profesorit të ndjerë. Në një fjalë rasti, babai i tij, Shaib Kabashi, u shpreh se Fatoni ka lënë një boshllëk të madh jo vetëm në familje, por edhe të gjithë ata që patën fatin ta njohin dhe ta kenë pranë. Të gjithëve ju falenderoj përzemërsisht në emër të familjes, që po merrni pjesë, po marrin pjesë në përcjelljen e fundit për mbanesën djalin tonë të dashur. Fatonin, unë jam baba i Fatonit. Fjalinë e parë që du me thonë për te është kjo. Shumë ka lëndu, shpirtnisht më ka sakatu. Prandaj, ju shprehje rrugë ngushëllimet më të sinqerta. Unë i kam 2 djemë, jerisht Meta Panjon dhe 2 vajza, 12 nipa dhe mbesa. Kur më ka lindë, si i pari, si i dyti, kemi pas gëzim të madh. Fatoni është i lindur me 27 prill 1985, në fshatin Krushis, Darvisht. Shkollimin fillore ka kryer në shkollën fillore në Molan, shkollën e mesme gjimnazin në Prizren, Fakultetin e Edukimit, degën matematik informatik pranë këtij fakulteti. Babës nuk i takon me fjalë me lavdu e fëmijën, veç besoni simas shokëve të tjerë, gjithmonë ka pas sukses këtë qysh, dhe sjellje shembullore. U inkuadru për herë të parë në shkollën Loyola. Kem pas fatin një gjysmë semestrit për ledhën me te, qënte me kërë shumë herë për shëndetshëm, bili disa në këqoshin me një sy kështu pak si të qëndetshëm. Është mundu me punu me gjenerata të reja. Kur nuk e harrojmë përkrahjen, ndihmën, kontributin që kanë dhënë nxënësit, kolegët, bashkëpunëtorët e tjerë. Sekretari UBT-s Artan Tahiri kujtoi profesor Kabashin si një profesionist të përkushtuar dhe mbi të gjitha si një njerëz shembullor. Në këtë ceremoni përkujtimore, për të nderuar jetën, veprën dhe kontributin e çmuar të profesorit tonë të dashur, profesorit Faton. Në emër të presidentit të UBT-s, të stafit akademik, të studentave, na lejoni që të shprehim ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e tij të parakoshme, e cila ka lënë një boshllëk të madh në zemrat tona dhe në komunitetin ton akademik. Profesori Faton ishte dhe do të mbetet një figurë e ndritur e arsimit, një njeri me vlera të larta profesionale, intelektual dhe njerëzor. Ndërsa drejtori i gjimnazit Loyola, Blerand Koshi, shprehu ngushëllimet në emër të institucionit që përfaqëson, ku i ndjeri kishte qenë i angazhuar më herët. Më lejoni që në emër shkollës Loyola Gimnazium të shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta, spori për familjen, po edhe për gjithë ata që e njohin nga afër profesorin Faton. Cili do koleg i shkollës sonë që do të thoshte diçka profesorin Faton, do të thoshte fjalë të njëjta. Ndryshe, profesor Dr. Faton Kabashi u ndan nga jeta në moshën 40 vjeçare, duke lënë pas vajzat Ronën dhe Eldën, si dhe djalin Gledi, ndërsa varrimi i tij është bërë pasdite në ora 2 në varrezat e qytetit të Prizrenit. Profesor Kabashi nuk ka vdekur, sepse vepra e tij jeton. Ndihmat e shumta që ai botoi në fushën e matematikës, materialet e tij akademike dhe kontributet në kërkimin shkencor do të vazhdojnë të janë udhëfyes për gjeneratat e tëra.